ndodh edhe në shpërbërjen e atij shtetit artificial. E besoni që mund ndodh kjo? Unë besoj shumë që mund ndodh për shkak se kemi ndryshimet komplet. LSDM-ja ka ndryshime komplet dhe ne ka një arrogancë ndaj qytetarëve dhe kombësisë shqiptare, jo vetëm dhe kombësive tjera. Dhe ai shtet kuptohet, Maqedonia e Veriut është kriju nga asgjë, më të thonë, është shtet artificial, sepse 50% e popullatës janë kuptohet shqiptare, dhe 50% që tjetër janë serb, maqedon, grek, bugar, turq, rom, egjiptian e tjerë, në cilën e përvojnë, dhe kështu që mendoj ka ardhur koha që ky shtet artificial i krijuar nga Jugoslavia, gjithsesi nga Tito, të përfundon në atë mënyrë sa që është parapo edhe më herët edhe nga shërbimet e tjera ndërkombëtare, sikur CIA apo pjesë të tjera, që ky shtet mund të ekzistojë deri në një kohë të caktuar dhe më pastaj duhet shpërbëhet ajo. Dhe të krijohen pjesë të atij shteti i bashkangjitur të shteteve të cilat vinë kombësisht. Me që jemi tek Maqedonia, përpara se të rikthehemi ndonjëherë për diçka të fundit e paktit trilateral. Tek Maqedonia, nëse do marrim këtë version që ju besoni që mund ndodh edhe është i pashmangshëm, pjesa shqiptare shkon me Kosovën apo me Shqipërinë, apo kemi një shtet të ri? Jo, nuk kemi shtet të ri shqiptar. Një pjesë mund të bashkangjitet Kosovës, një pjesë mund të bashkangjitet Shqipërisë. Në kemi Liçenin dhe në pjesën tjerës Kumanovën dhe pjesë tjera, por gjithsesi unë besoj që në një kohë të caktuar Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës nuk do të quhen më republika, po do të bëhet republika gjithëpërfshirëse shqiptare, që unë mendoj personalisht do të krijohen kushte nga politika shqiptare, gjithsesi nga qeveritar, nga partitë politike, qofshin ato opozita apo opozit, si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe të bëjnë një referendum ku Shqipëria, Kosova mund të bëjnë një konfederat. Nuk mund të thënë federat, po të bëjnë një konfederat të bashkët dhe të funksionojmë ashtu, sepse gjitha forcat e shërbimeve në sigurisë momentalisht funksionojnë në atë mënyrë, sa janë shumë bashkëpunuese dhe shumë domethënëse në aspektin e mbrojtjes. Dhe kjo është pa zaventësueshme me tjetër gjë, përveç një konfederat brenda një shteti shqiptar, dhe mendoj që do të jetë një forcë elite në Ballkan, forcë dominuese dhe forcë pasqyruese për gjithë komunitetet tjera, sepse shqiptarët nuk kanë sulmuar kurrë në komunitetet tjera, përkundrazi kanë mbrojtur dhe janë tolerant ndaj çdo komuniteti tjetër, për shkak ashtu kulturës të mëhershme shqiptare lirike apo dardane. Zoti Makolli, duke qenë se ju e njihni mjaft mirë pjesën e çështjeve të sigurisë tek pakti trilateral, të tre shtetet, si e plotësojnë njëra tjetrën, nga Komsoria, pra forcat toksore, tek artilleria e rëndë,